Ndryshimet klimatike ndikojnë në mendjen dhe trurin tonë. Në një periudhë ku fenomenet ekstreme klimatike po bëhen gjithmonë më të shpeshta, ndryshojnë edhe sëmundjet, përhapja e tyre dhe aftësia jonë për t'u përballur me to. Këtë e zbulon një ese nga neuroshkencëtari Clayton Page Aldern, me titull Kur koha është e çmendur, si ndryshimi klimatik ndryshon mendjen dhe trupin tonë. E bazuar në 7 vite kërkime, kjo është e paravepër që eksploron në mënyrë sistematike ndikimin e thellë të ndryshimeve klimatike në shëndetin tonë mendor dhe fizik. Përmes historive të mbledhura nga pjesë të ndryshme të botës, nga fermat e luginës San Joaquin në Kaliforni te komunitetet e Arktikut norvegjez, Aldern tregon përvojat e tyre që tashmë po e ndjejnë pasojat e ndryshimeve klimatike në lëkurën e tyre. Sipas autorit, ndërsa klima ndryshon, ndryshojmë edhe ne, dhe një mjedis në transformim të shpejt ndikon drejt për drejt në shëndetin ton mendor, sjelljen dhe procesin vendimarrës. Efektet e ndryshme klimatike mbi trupin ton përbëjnë një krizë të shëndetit publik që shpesh neglizhohet. Temperaturat gjithmonë më të larta dhe nivelet e larta të dioksidit karbonit, shpjegon ai, janë të lidhura me shtimin e fenomeneve si agresiviteti, dhuna në familje dhe urrejtja online, përveç se ndikojnë negativisht në aftësitë tona njohëse dhe të nxënit, nga ankthi tek produktiviteti, nga frika tek kujtesa, gjuha, formimi i identitetit dhe madje struktura e trurit. Aldren thekson se forcat e natyrës po ushtrojnë një presion të padukshëm. Gjithashtu, sipas tij, ngjarje ekstreme si zjarret dhe uraganet mund të shkaktojnë stres post-traumatik, i rënduar nga ekspozimi ndaj neurotoksinave dhe sëmundjeve të trurit të lidhura me klimën, duke ndikuar edhe tek individët që nuk janë ende të lidhur përmes trashëgimisë epigjenike. Zgjidhja, sipas Aldern, njerëzit kanë shkaktuar krizën klimatike dhe efektet neurologjike që ajo ka sjell dhe do të jenë ata që me solidaritet do ta zbusin atë. Njerëzit do të promovojnë qëndrueshmërinë e njëri tjetrit, ka thënë ai.